Po ty vetë ka në ofertë për të bërë pjesë në politikës? Shumë shpesh. Të vjen her pas here. Jo, tani jo më. Tani jo, sepse që kur është bo deputete me sila do bon shumë vjet tani dhe do më ka që 2009. S'ka në gjë, apo s'lejohet, si është? Jo më lejohet, por tani e kanë kuptuar që një përshpim mjafton, Por përpara mund kam pas oferta jo vetëm nga e djathtë, edhe nga e majta madje. Por nuk ka qenë vokacioni im, nuk është se ke dashme, shkurt. Si puna ime. Si herë, nuk është se thot në gjë politika, domethënë nuk është se unë e respektoj politikën sepse është një profesion si gjithë tjerët, nuk mendoj këtë që mendojnë gjithë që politika kështu e përdale nga këto lloj gjërash. Jo të gjithë ata që merren me politikën ai duda, domethënë duhet me pas parasysh. Për fatin tim të mirë, ime shoqja ka qenë pothuaj gjithmonë opozitë, edhe këta s'kan çfarë me vjet. Domethënë nuk është vendosur në tundim ndonjëherë, por është njeriu e do politikën si çdo zanate të tjera. Domethënë njeriu që nuk e don politikën nuk ka pse të futet atje.